Nëse keni këmbë të lodhura, juftoj të bëni këto ushtrime të thjeshta për të relaksuar dhimbjet dhe ngarkesën e këmbës. Sepse këmba na mban gjithë peshën e trupit dhe ndonjëherë ngarkohet aq shumë sa që ne harrojmë që t'i kushtojmë vëmendje. Ndaj juftoj të bëni këtë. Atëherë e kapni shputën e këmbës ose gishtërin në këtë mënyrë dhe ajo që bëni lëvizje rrotulluese, njërë në drejtimin orar dhe njërë në drejtimin antiorar. Këtë përsëritje mund ta bëni diku tek 20 përsëritje për secilin anë. Më pas, duke kapur secilin artikulacion, pra nyjet të gishtërinjve nga poshtë, pra në këtë regionin këtu, mundoni të lëvizni sa para mbrapa në këtë mënyrë siç po e bëj dhe unë në video. Është kjo mënyra, do ndjeni pak dhimbje, kështu që mund ta bëni ose më ngadalë ose pak më lehtë, sepse aty kemi mekanoreceptor, pra receptorët që japin komandën për lëvizjen. Dhe nëse neve për një kohë të gjatë nuk I kemi lëvizur ashtu siç duhet, normalisht do ndjejmë dhimbje. Kështu vazhdoni ta bëni diku tek 1 minutë këtë ushtrim. Dhe më pas mund ta kapni shputën e këmbës në këtë mënyrë dhe të bëni këtë lëvizje. Pra, dora e majt shkon për poshtë, dora e djathtë shkon për lart, dhe sikur doni të formoni një teqe, ose gjysmë rrethi ose rrethin për secilën anë. Më pas mundoni që gishtërinë t'i afroni maksimalisht para dhe maksimalisht për brenda në këtë mënyrë. Dhe në fund, ajo që ju rekomandoj është të afroni gishtërinë në drejtim të fytyrës dhe më pas t'i ulni në drejtim për poshtë. Pra në këtë mënyrë, po pa përthyer gjunjët, domethënë kur afroni gishtërinë në drejtim të fytyrës, mos I përthyeni gjunjët në këtë mënyrë. E di që do ndjeni tërheqje mbrapa, por është normale. Këtë ushtrim mund ta përsërisni 15 përsëritje 2 sete në ditë.